Ndeshjet e para shumë e rëndësishme është rezultati. E di që loja nuk është aty ku duhet me kanë, por duhen pikë. Është ndeshje e fortë, kena punu ta njavën me riparu ata që nuk shkunin mirë ndeshjen e parë. Jemi përgatit me ba më të mirën, dim që në Elbasan nuk është e lehtë marrësh pikë. Po është një situatë pak a shumë njësoj si e jona, kam njeh ndeshjen që ka bërë me Laçin. Skuadër kompakte, skuadër që del mirë, tradicionin pozitiv, ka lojtarë të shpejt. Do mundohena me limitu sa më tepër të mundena pikat e forta të tyne. Sigurisht duke bërë dhe lojën tonë, kështu që edhe ne edhe ata jemi në kolodim e si për të një ekipit të ri. Aspekti psikologjik, kena lujtë dhe një ndeshje, kena do barazimi vjen keq, e kam theksuar më para. Jo se lujtë mirë, por rezultatin duhet ta kishim. Duhet më marrë pikë, kjo është problemi kryesor. Ne nuk kemi një ngërç psikologjik sepse një ndeshje kemi barazuar që është fundi i botës. Kështu që njihena mirë, lojtarët për jashtim të atyre që mungojnë për arsye kartonash dhe janë dënuar që nuk do të jenë pjesë e ekipit, pjesa tjetër është okay. Sa ndikon largimi i Kobiliar dhe apo mendoni për zëvendësimin e tij deri në fund merkatit? Nuk mendoj që mundet me ndiku, sepse ne kemi edhe lojtarë shumë tjerë aty që janë mesin e fushës. Mendoj që nuk do të njihet largimi i tij, kështu që deri në sekondat e fundit mund të ketë një ardhje, por duhet më të mirë. Kemi disa kontakte me disa lojtarë shumë të mirë, por që janë pritje të zhvillimeve në kampin e vet, kështu që presim. Jam i bindur që nga ndeshja në ndeshje do të kemi rritje, sepse thash që janë shumë lojtarë të ri, informacion që mënyrën se si losim ne nuk janë shkrim me ekipin, nuk janë bë një hala me ekipin edhe mënyrën e lojës tonë, por që shumë shpejt mendoj që do të ngrihen në nivelet që kena. Atëherë Gjini s'ka kanë kur lojtari i Vllaznisë, Gjini ka kanë lojtari i Ballkanit. Ka marru afati që ne kishim në zotrim, u kthy te Ballkani, mandej ishte ai që vendosi me ikë në Elbasan, nuk e di se si kanë vazhduar gjonat më.